Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar zhvillimin e stërvitjeve ajrore ushtarake që do të zgjasin disa ditë në lindjen e mesme, në një kohë kur tensionet me Iranin po shënojnë një tjetër rritje. Lëvizja shoqërohet me dislokimin e një force të madhe detare amerikane në rajon, të udhëhequr nga aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln. Sipas autoriteteve ushtarake amerikane, stërvitjet synojnë të testojnë dhe demonstrojnë gatishmërinë e forcave ajrore për të dislokuar dhe mbështetur operacione luftarake në një hapësirë të gjerë operative, si dhe për të forcuar bashkëpunimin me partnerët rajonal. Detaje mbi vendodhjen dhe përbërjen e mjeteve ushtarake nuk janë bërë ende publike. Vendosja e aeroplanmbajtëses me energji bërthamore dhe anijeve shoqëruese vjen në një moment kur Washingtoni ka lënë të hapur mundësinë e veprimeve të mëtejshme kundër Teheranit, mbas situatës së rëndë të drejtave të njeriut në Iran dhe shtypjes së protestave masive në vend. Përveç forcave detare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rritur dhe praninë ajrore në rajon, duke dislokuar avion ushtarak të tipit F-15, ndërsa Mbretëria e Bashkuar ka dërguar avion Typhoon në kuadër të një pranie mbrojtëse. Kjo shënon rikthimin e një aeroplanmbajtëse amerikane në zonën e përgjegjësisë së Komandës Qendrore mbas disa muajsh mungese. Administrata amerikane ka sinjalizuar se prania ushtarake synon ruajtjen e stabilitetit dhe parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm, duke theksuar njëkohësisht se kanale diplomatike me Iranin mbeten të hapura. Megjithatë, ky dislokim shihet si një mesazh i qartë presioni në një klim gjithnjë e më të brish sigurie. Ndërkohë, situata e brendshme në Iran mbetet ende e paqartë. Organizatat pavarura të drejtave të njeriut raportojnë shifra të larta viktimash, si pasojë e përplasjes së forcave të sigurisë me protestuesit, ndërsa autoritetet iraniane japin shifra më të ulta. Censura dhe ndërprerjet e internetit e bëjnë të vështirë verifikimin e pavarur të dhënave. Stërvitjet amerikane do të zhvillohen në bashkëpunim me disa vende të lindjes së mesme dhe përfshin edhe skenar mbrojtës kundër kërcënimeve ajrore, përfshirë dronët. Megjithatë, jo të gjithë aleatët rajonal janë të gatshëm të përfshihen drejt për drejt, me disa shtete që kanë shpallur neutralitet dhe kanë refuzuar përdorimin e territorit apo hapësirës së tyre ajrore për operacione sulmuese. Zhvillimet po ndiqen me vëmendje nga komuniteti ndërkombëtar, mes shqetësimeve se çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të ketë pasoja të gjera për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit.